Shkolla ndërkombëtare Marif në Kosovë, kampusi në Prizren, sot ka organizuar në nderim të Kupës së Republikës 29 tetori, turneun e parë të Shqiptarisë 2025. Në këtë rast morën pjesë kryekonsulli në Prizren Fatih Topçu, përfaqësues për çështje fetare pranë ambasadës turke Muhammed Naxhi Elfe, drejtori i shkollës në Prizren Ibrahim Poçak, drejtori i fondacionit Marif në Kosovë Mehmet Nedim Aslan, i cili edhe hapi këtë turnej duke folur për traditën e këtij sporti dhe duke rikujtuar traditës e luftës për liri. Njëherët ai dhe hapi turneun me gjuajtjen e shigjetës së drejtë sakut. Kosova'da ilk defa bir okulda okçuluk turnuvası düzenleniyor. Türkiye Marif Vakfı olarak Kosova'daki öğrencileri Fondacioni i Marifit për Kosovë ne për herë të parë organizojmë turnirin e shqiptarisë dhe si fondacion ne gjithmonë qëllimi jonë është që ti prezantojmë nxënësve rreth sporteve tradicionale dhe shpresoj që edhe të ardhmen përveç fondacionit edhe shoqata të tjera dhe pra fondacione të tjera të organizojmë këtë lloj të turnireve. Ka nxënës edhe nga shkolla e Prishtinës dhe nga Prizren, gjithashtu edhe nga klubi i shqiptarisë dhe shfrytëzoj rastin të falenderoj edhe klubin e shqiptarisë për këto bashkëpunime dhe shpresoj që këto bashkëpunime të ndihmojnë për të ardhmen e sportit për nxënësit. Zëvendës drejtori i shkollës Shasivar Kabashi tha se ky është organizim i parë i këtij turneu për të nderuar ditën e Republikës dhe po kështu është sport që rikujton traditën e sporteve luftarake. Ky organizim po bëhet për herë të parë në shkollën tonë dhe ka një pjesëmarrje si nga nxënësit e Prizrenit, gjithashtu edhe nga Prishtina, pra nga shkolla jo në Prishtinë. Ky organizim është bërë në bashkëpunim me klubin e shqiptarisë, i cili vepron në Prizren dhe ka një pjesëmarrje prej 60 nxënësve në dy kategori kryesore, pra kategoria 10 deri në 13 vjeç dhe kategoria tjetër 14 deri në 17 vjeç. Gjithashtu është edhe një kategori, mirë po që është më shumë relaksi, është një kategori e prindërve dhe e mësimdhënësve tonë, që do të bëhet pas përfundimit të turnirit. Është i ndarë pra në dy pjesë, në pjesën që i takon pra kategorisë së femrave dhe meshkujve. Vetëm sot Po, programi do të bëhet vetëm sot, duke filluar nga ora 10 deri në orën 1, kur do të përfundon edhe me ceremoninë e shpërndarjes së certifikatave. Gara shqiptarisë për herë të parë po bëhet Marif, shpresojmë që të jetë një turni tradicional që të vazhdojë në vitet e ardhshme. Në këtë turni morën pjesë nxënës të moshës nga 10 deri në 14 vjeç dhe nga 14 deri në 17 vjeç dhe së fundmi nga 17 e mbi prindërit dhe mësimdhënësit për relaks të këtij turneu. birinci ilk turnuvamıza hoş geldiniz. Mirë se erdhët në turnirin e parë të organizuar për ndër të Kupës së Republikës së Kosovës 29 tetor.